ndoqëm së bashku edhe materialin në qeki, e tani është koha që të regoj pak për ETC-n. Jam të kandi i ETC-s dhe po i përmendi gjithashtu edhe PNK pasta të cilat do i kemi sot një recet me to, disa pasta të PNK-s. Janë shumë të shishme dhe gjithashtu mundeni me bërë recetat të ndryshme me to, por edhe tek ETC-a mundeni me gjithë produkte të ndryshme, me çmime të volitshme, por edhe produktet më të mira, sepse më të mira ti kemi edhe ne në studio. Përshëndetje Andi. Përshëndetje Ariana. Si kalove sot? Super. Kalzova dhe misioni. Kalon që në mëngjes për 5 muaj me gjiru këto, se po kajna kultura të reja që po vinë nga jashtë. Me Florianin, kena përshtatë shumë mirë, kemi folë edhe për receta ndryshme dhe për punë, po kalon atje, kështu që shumë mirë. Çka të ka bu përshtypje ma shumë të Floriani? Floriani më tregoi që u dal pak i ri atje, po takon me po punoj edhe me bashkëvendas të me atje, qysh mati, kështu që mirë super. Kur është puna kështu të bashkëvendasit tim do të keni ma tepër një energji ndryshe dhe merr më më afër zemrës. Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Faleminderit shumë që je përsëri pjesë e emisionit Pasion në Profesion. S'ka përse, faleminderit sa të ju. Na tregove herën e kaluar, javën e kaluar që ki pas pak emocione, po besoj që këtë epizod u kanë hek, apo jo? Po, pak po. Pak po. Po e shoh që Floriani është ai i cili kam i përdor pastat e PNK. Florian, çfarë recete kemi përgatitur sot? Sot do ta bëj një recept carbonara. Po carbonara originale, pa pana. Asnjë gjë. Ajo është, domethënë, ingrediencët që vinë në carbonara janë vetëm kusht e ves, parmazan, pecorino, edhe panceta. Po këtu se kem pancetën e do ta bëj me përshut. Me përshut. Po. Rregull. Andi, po receta jote për sot, cila është? Unë kam vendosur me bërë risotto sot. Me bëni risotto me radicchio, sheg edhe djathë bërje. Me zi po fes me provu. E shkoj se do ashtur për dirisa Andi dhe Floriani janë duke u bërgati. Po shkëputemi për një blok të marketingut, përcentroni me ne, sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Shkoj së dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut në studion e Pasion e Profesion. Tash është koha të shohim se çfarë po bën Floriani. Florian, po më duket pastat kanë një proces shumë të lehtë, edhe janë ndoshta më të lehta me thonë. Shumë janë të lehta. Procesi i sajna deri te përfundimi, domethënë ujin duhet më kanë një val të blu. Edhe vetëm krypa. Po do ta kërkoj gjithmonë a është tamam i kryposur. Atëherë, kur do të jetë kështu vala, pastat do të futen, do të zihen. Maksimum deri në 7 minuta do të jenë al dente. Po gabimi më i madh i shumë kuzhinierave që e di që e bojnë pak kajher kur e fusin shpagetat direkt në ujë. Po. Ato s'kan kur fashije më, nuk kanë shihen e pasta. Dhe cila është pasta që e bën ti ma shumë ti ma për qef? Ma për qef tagliatelle që i bëj vetë. Okej, a ki ndonjë recet kështu sekrete, a mund është më na tregu për gjithë shikuesit e emisionit? Jo, recetat janë shumë të lehta. Domethënë aty të vijnë vezë, miell, ku shko pak qef patate, përzihen, bëhet brumi për pasta, atëherë ki mashina të speciale, po unë është edhe pundore mi bërë. Ajo po besoj e ka edhe shihen më ndryshe, por edhe ajo është kënaqësia vetë kur i bën vetë. Ashtu është. Po a ke pasur ndonjë produkt që e ke bërë famshëm ndoshta në Çeki në restorantin e ju që e keni nga Kosova? Po, mishin e kingjit, domethënë, pjekme në zgar. Tash
pleskavica që bëpa të gjona, po i kom bë pak në njërë moderne. I kam ato gatimet edhe në faqet jem të internetit, janë me video. Gjitha. Po cila është faqja ju të internetit të gjitha ata shikuesi që dëshirojnë ndoshta edhe me pa receta të reja, po besoj që aty edhe i shtjellon më mirë. Shef Flori. Shef Flori. Po. Për gjithë ju shikues që dëshironi me mësu receta tjera përveç të këtyre në Pasion e Profesion, pra e keni edhe Florianin i cili ju tregon më shumë rreth recetave të tij. Është nacimet pas këtu përsëri. Faleminderit. Andi, edhe sot besoj do kemi recet me produktet e Zovade, apo jo? Si çdo epizod tjetër. E unë për ju të regoj të gjithë shikuesve, ju që s'keni kohë, që jeni shumë të angazhuar, i keni të gjitha produktet nga Zovade, të cilat janë të prodhuara në Katar, pra me teknologjinë më të lartë. Mundeni me përzgjedh produktin që ju e dëshironi dhe me i përgadit ato shpejt e shpejt. O Andi kam nga të regu më shumë. Pas pak. Kam nga përgadit recetën. Andi, si po shkëm procesit, tash qka kime përgadit? Po e shani sheg. Unë e ku mendos me bu një risotto. Pak më ndryshë edhe për ata që nuk hajnë mishin. Vegetariane me radicjo, me sheg edhe me djatë brije. është kua me e bo një qaj unë për veti, po mdokët. Po e marrë një qaj Bronho nga Podravka, për derisa Andi dhe Floriani janë duke përgatitur gjatë procesit të tyre të punës, unë po e shërbej vetën me një qaj. Gjithashtu i kemi të gjitha enët në Pasion e Profesion, janë nga Karaxha, të cilat janë në përdorim edhe nga Floriani edhe nga Andi, por edhe nga unë. Ky filxhan aq i bukur është një ndër setat më të bukura që i kam pa, të cilat i kemi nga Karaxha, gjithashtu janë këto. Florian, po na tregove ma herët për disa ushqime të cilat i ki bo edhe në Çeki, të cilat i ki përgatit atje. Po, si i kanë prit qekët atje? A ju kanë pëlqy? Po, shumë mirë. Shumë mirë. A kanë eksperimentuar ata diçka? A kanë provu diçka tjetër, ndonjë ushqim tradicional të Kosovës? Dhe si e presin ndoshta ushqimin tonë? Mirë, e presin mirë. I pëlqen ushqimi jonë, do me thonë pjekja e mishit, ekstrem mirë, ka njerë edhe pitët, edhe këto gjanat. Super. Po e shqiptarve, ushqimi tradicional qek? I pëlqen shumë. Ushqimi tradicional qek është shumë i mirë. Ajo ka punë shumë, do me thonë një ushqim që ndrejqet qek original. Ka mas pakti 4 orë punë, do me thonë, gëzimi. Janë sosat shkëlqyshme. Do me thonë, kretë që ka vinë vetëm piperime, prej barnishteve, prej mishnave, lakë me lakën shumë, punojnë lakën kuqe, lakën bardhë, me ven kuqe, me birë, se birë është edhe njoftëm, si Çekia për birë është e njoftëm shumë. Me birë, pjekën e mishit e kanë perfekt, në themunë. Nuk e dijave në ashme, ndoshta na surprizon edhe Floriani me ndonjë recet tradicionale, qeke, kështu në këtë studio. Mujna, ndoshta po, herën tjetër po. Cili është ndoshta ushqimi tradicional qek që e bën ti ma për qef? Ma për qef? Edhe pse ka puna të regove që dikuj ka 4 orë. Qekisht i bje Ken Lozello Vepshovi, me përkthy shqip, knedlikat janë buk e zim, do me thonë bëhet pi brumit, me patate, zien, nuj,
si forme shpaget, njokit, si forme njokit, po janë më të mëdha ose si bukë prejen. Zelli është lakna, që bëhet me qep, molla, si thirët bapuilist, dafin, flet dafine, kmin, është një lloj bërnishte, kështu. Edhe kry biber venen e bardhë. Po, venen e bardhë, po që është opcionale, po besoj. Ajo do zihet maksimum deri në 2 orë e gjys, atër procesi i mishit që mu konë mishi i mirë, se kur të vjem mishteria me angër, jo me dalë si gumë. Me thonë, ajo pjekët dhe në procedurë, temperaturë, të vogël 4 orë, bëhet marinimi mirë me birë, ose mund është me ven, kjo është për shef për shijet kuzhinierit. Po, pa ka ndonjë pjatë të cilën e ki zbulute? Pjatë që e kom zbulu unë? Shumë produktet peshku të pastës ka unë, që kom zbulu, dhe me thonë mijat vetë. Edhe pak e marat formën të ushqime tona tradicionale, që shenë që bëpat e këto, kom qef pak njërë më stil ma evropiane, ma të njërë më do, që edhe mi pëlqy, edhe ka syni, edhe ka... Po ty personalisht cila nga kultura të ushqimore pëlqen më shumë? Se kam problem kuzhinë, dhe me thonë internacionale gjithët, po. Dështa me i shiu? Me shiu? Po. Për ty personalisht, kështu. Jo me i përgati, po... A ki diçka që pëlqen ma shumë? Ushqimi qek është i mirë, unë pëlqen ushqimi qek. Ushqimi qek perfekt. Dhe me thonë, ushqimin e kanë Shqiqkova. Shqiqkova është shqip biftek. Po, ajo biftek jo është i zimë, prapë në ato mënyrat qeke. Qeke. Po. Edhe ne kemi provu disa ushqime tradicionale qeke, cilat kanë qenë shumë të shishme dhe kanë qenë më ndryshe se që mësuna këto. Po besoj që edhe këto udhime në përvendit të ndryshme të kanë ndihmu edhe ty shumë në shijen tënde, apo jo? Po. Cili ndoshta nga vendet që i ke vizitu deri tash ka qenë më i veçantë për ty? Ma i veçantë, do me thonë, ma korrekt, ma gjithë është Zvicra. Se atë janë produktet gjithmonë kvalitet edhe asë një kuzhinier nuk ka probleme ato me atë vend. Do me thonë, Zvicra ka sistemin ekstrem të fort për kuzhinë, për çdo punëtor, çfarë do produkti, çfarë do sene ty të vynë, do me thonë i ki non-stop i gjatë. Po besoj, Florian, ti bën pjesë edhe aty në përzgjedhjen e stafit në restorant. Sa është e vështirë kjo pjesë? Për zgjedhjen e stafit, është mirë se çdo kuzhinier tash edhe Andi e din se kur punon në kuzhinë gjithmonë duhet me folë me menaxherin, me kamarierat, se çka ki në kuzhinë, çka ki nevojë. Kur ta bën ti një organizim të mirë, atë shkon gjithë puna lehtë, një bashkëpunim i mirë do të jetë. Andi, pa ki punu ti tash shkove të fundit në ndonjë pjatë të re, personale të ndën, që ne ki kriju ti? Unë kam qef me kriju salata, jo. Kam qef me përzi shijen salata, zakonisht i përzi me fruta shumë. Kam qef me bo matamla. Andi, si gjithmonë me produktet e Podravkës, këto afër. Të lutem. Që nuk ka asnjë ushqim cilin e bën pa to. Gjithashtu edhe vegetën e cila është me një paketim të ri, por është shija gjithmonë e njëjtë. Që Andi veç po e hap tash. Edhe zakonisht në të lotymja qitë pak. Pra, po ju tregoja shikuesve që shija nuk ka ndryshu as pak, edhe pse paketimi ka ndryshu, është bërë më modern, por shija mbetet gjithmonë e njëjtë, e vegetës. Edhe sa kohë tonë të një përfundim, Andi? Kësaja edhe një 5 minuta në jemi të gatshëm. Jam me servu. Se kemi zi nga fillimi. Mezi po pres me provu edhe pjatën tënde edhe të Florianit, e ne po shkëputemi për blokun e 2 të marketingut, që ndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
U rikëtujmë pas blokut të 2 të marketingut, e tani Floriani dhe Andi janë pothuajse gati. Florian, që shë menaxhon stresin në kuzhinë? Është një sen e vërtet se unë s'kam stresish në kuzhinë. Hiq? Jo, me vërtet. E cilë është sekretu e të këto? S'di asë qysh me ta kallëzu. S'kam stres, edhe kur të shoh që dikush do me bo stres, shkoj e qetëson. Okej, po besoj që... Do me thonë kuzhinë aty duhet kesh kujdes të ma. Se kur t'ki stres, e ki vështirë me mëri. Po edhe bashkëpunimi cilin e falem më herët, po besoj që është një nga arsyet, kështu që të bënë edhe mos me pas stres. Ashtu. Bash ashtu. Pjata jote është në, do me thonë, u përfundu. Në përfundim, po. Andi? Hala, ordinarja. Po ti që shë menaxhon stresin në kuzhinë? Ja. Të punu. Punu? Po. Se Andi nuk len hiq me ndimu kështu. Po do në me qiti? Po. Okej. Që, unë për qast kalzaj ty shumë. Hajde, okej. Po ta preshi pjatën, fond, Andi. Që të kemi apu kështu toja. Mi hapë. Hajde, okej. Apo në Mirë është? Po. Edhe s'ja pak shek për mi. S'ja të shekën se i ki dorëzat. Sa qeshme po dokën. Më doke që tash është rada jeme me shkullët e këndi i Premium Bakery, edhe mi u prit atje. Bashk edhe me të ftuarin sot që do e kemi në këtë epizod të Pasion e Profesion. E tash është koha të shkojmë tek këndi i Premium Bakery, ku po na pret një mysafir shumë i veçantë. Është Patrik Avgustini, vëllau i Florianit. Përshëndetje Patrik, mirë se erdhe. Mirë se u Është kënaqësi e madhe me të pasur në studio. Faleminderit shumë edhe kënaqësi për mua. Po besoj që është një ndjenjë ndryshe tashmë që e ke edhe vëllaun përballë, apo jo? Po. Është edhe për ne një ndjenjë fantastike, edhe e veçantë që kemi kështu juve përballë, por edhe ty ta provosh ushqimin e Florianit në një emision, sepse tashmë veç e keni provuar normalisht, çdo ditë. Pra, i presim bashkë edhe Florianin me Andin, na sjellin pjatat edhe t'i provojmë. Faleminderit shumë. Një pjata kështu shumë të bukura. Patrik, Në shikim të marrë. cilën po e provon? Po duken shumë të mira. Atë vllaut, atë Andit. Të Andit. Okej. Shumë e mirë të lumë shëndu. Faleminderit. Po e provoj edhe unë. Pjatën e Andit. Lumë shëndu. Shumë e mirë. Cila është ma e mirë? Jo. Po bisha ka nuk po të shtim ty me bu si përgjedhje. Po ndoshta me na tregu pak Andi edhe Floriani gjatë kohës sa jemi duke i provu edhe pjatat, se qysh kanë arrit deri tek kjo pjatë. Recetën kështu në tërësi, ndoshta shikuesit dëshirojnë me e përgatit në shpe dhe mi u tregu. Patjetër. Do me thonë, do të më qenë gjithmonë i përgatitur. Do të jetë përbërës 4 kush vesë, 120 gram parmazan, 100 gram pecorino, po është djath, do me thonë si lloj parmazanit, dhe prosciutto.
Një pjatë shumë e shishme, Florian. Prosciutto do piqet një herë, do bëhet crispy, atëherë do largohet, po langi i prosciuttos që ka met, do futet në përbërës të vest. Atëherë do bëhet kremozja e saj. Dhe kjo ishte e gjitha. Faleminderit shumë. Andi? Ndërsa për risotën kena zi prej fillimit, në kushte normale i don deri në 15 dhe 20 minuta, me ujë të vluar, kuptohet. Kjo ka pasur në përbërë radicio, shehtë kuqe edhe djathë bërje. Në fund pak botër dhe parmezan për më lidhë pasta dhe për rezultati. Faleminderit shumë. Patrik, pa e ki ndonjë fjalë për vllaun, kështu para kamerave? është kuzhinier shumë i mirë, kena punu bashkë, punojmë bashkë, atje në Çeki, me turistat ndryshëm, është shumë komunikativ në punë, i mirë, shka me thonë për vëlla ma. Fjallë ma të mira. Patrik, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasion e Profesion, gjithashtu dhe Florianin dhe Andin, i falenderojmë shumë që janë çdo javë pjesë e emisionit.